Ndryshimi i menjëhershëm i temperaturave ka bërë që fluksi i pacientëve që kërkojnë ndihmë të jetë i madh në repartin e ndihmës së shpejtë në Tetov. Këtë e thekson kryeshefi i ndihmës së shpejtë në Tetov, Gëzim Nuredini. Ai thekson se me ndryshimet klimatike kemi të bëjmë me pacientë të kategorive të ndryshme, si pacient me sëmundje reumatike, pacient me sëmundje respiratore, me të sëmurë kronik, pacient me sëmundje të zemrës, pacient të cilët sapo janë operuar, tek të cilët vështirësohet gjendja shëndetësore kur ndryshon klima. Për shkak ndryshimit të klimës, tani kemi pacientë që është si karakteristike gjatë këtyre ditëve të vjeshtës, pacientë të cilët janë edhe me sëmundje virale, domethënë të sistemit respirator, si që është edhe të smur prej ndonjë virusi të sistemit respirator, por ka edhe pacientë të cilët kanë sëmundje bakteriale të sistemit respirator, gjithashtu edhe ato paratitën të na. Mandej ka pacientë të cilët nga mos kujdesia e ndryshimeve klimatike, për shembull nuk janë kujdesur sa i përket veshjes, kanë edhe ato ndonjë dhimbje të ndryshme të muskujve apo dhimbje eshtra nëse janë smur kronik. Në repartin e ndihmës së shpejtë në Tetov njoftojnë se gjatë periudhës së kaluar, gjithsesi gjatë verës, ka pasur më pak pacientë se viteve të kaluara. Pas verës, domethënë që e kaluam, pat ulje të fluksit, por tani përsëri domethënë u rrit fluksi, edhe ajo janë të regjistruar brenda 12 orëve diku rreth 60 pacientë, brenda natës ka edhe 90, domethënë ka një rritje graduale të numrit të pacientëve që atë ne e presim brenda ditëve. Ndërsa si target grupa të rrezikshme përsëri përmendit pacientët të cilët kanë sëmundje domethënë të zemrës, shtypje të lartë, pacientë të sëmurë nga sëmundje e diabetit, edhe pacientë të sëmurë në sëmundje reumatike që kanë. Si rekomandim për popullatën do të ishte mirë që të adaptohen në kushtet klimatike që janë ndryshuar, domethënë në rend të parë është veshja adekuate për sezonën e cila e kemi. Nga ky repart theksojnë se qytetarët duhet që të kenë kujdes në këtë periudhë që vjen.